Gjyqi për Sajmir Tahirin dhe ish drejtorin Çela gjykata e lartë ndryshon relatorin. Shorti kishte caktuar që në vitin 2022 gjyqtarin Sokol Binaj por mësohet se në dhjetor të vitit kaluar ai ka dhënë dorëheqjen dhe është caktuar si relator gjyqtari i sapo emëruar Genti Shala. Binaj mësohet se ka dhënë dorëheqjen me argumentin se ka shqyrtuar kërkesa të mëhershme gjyqësore të Tahirit në ish apelin e krimeve të rënda. SPAK ushtroi rekurs në gjykatën e lartë pasi nuk u pajtua me dënimin e ish ministrit vetëm për shpërdorim detyre, por kërkon të dënohet edhe për trafik narkotikësh dhe grup të strukturuar kriminal duke kërkuar 12 vite burg. Ndërkohë, ish gjykata shkallës së parë për krime të rënda e dënoi për shpërdorim detyre me 5 vite burg, që zbriste në 3.4 vite me gjykim të shkurtuar, por në fund vendosi pezullimin e dënimit dhe vënie në provë. Më pas, ky vendim u ankimua nga të dyja palët dhe apeli i GKK-s e prishi vendimin e pezullimit të dënimit duke caktuar 3.4 vite burg. Pas disa kohësh në burg, Tahiri u lirua nga gjykata e Elbasanit pa e shlyer gjithë dënimin për shkak të disa rrethanave familjare. Në gjykatën e lartë, veç relatorit Gent Shala pritet të caktohet data e seancës dhe dy anëtar të tjerë të trupës për të shqyrtuar rekursin e SPAK dhe atë të vet Tahirit që kërkon pafajësi.